Dimal Basha dhe Ilir Kërceli kanë ardhur dhe kanë përuru një rrugë që ende nuk ka përfunduar në Prishtinë. Ilir Kërceli masnej e fshiti postimin, e citi një herë një postim, pastaj e fshiti rreth kësaj rruge. Qysh përsheni tash pjesa e shtegut të bicikletave është edhe pa nxyrës. Ndërsa Dimal Basha në postimin e tij nuk e përmend fare komunën e Prishtinës dhe investimin e saj. Pse qeveria ka ardhur me përuru një rrugë, një segment një rrugës që nuk ka përfunduar ende, pra nuk është e përfunduar me totalisht. Kështu në çit postim të ministrit të infrastrukturës Dimal Basha, rruga Sofali Kolovic u përurua investim 1.5 milion euro nga qeveria Kurti. Edhe ma poshtë do më thonë të regon që është investim ka vlerë 2.5 milion euro, 1.5 milion euro prej ministrisë, ose 60% e investimit total, ndërsa nuk e cek askund që do më thonë pjesa tjetër është prej komunës, pra investim i komunës. Qëtu Dimal Basha në postim i ka tregu karakteristikat e rrugës, ndërsa në pamje i ka shfaq do më thonë vetëm pjesën që ka përfundu. Po për me pa ju ma mirë, se çka s'ka përfundu në qëtë pjesë, do më thonë kemi me vizitu qëtash bashkë. Për ndryshe, doni me pa edhe qëtë postim të Përparim Ramës, kryetarit të Prishtinës, i cili e ka qitë 6 orë, pra e ka qitë shumë ma herët sa Dimal Basha, e ka qitë postimin rruga Abedin Dino po kryhet, do më thonë e kalon në vazhdimsi që është në përfundim e sipër. Përparim Rama nuk ka qenë niftuar këtu me Dimal Bashën, ani pse në postimin e tij, që tash keni me pa videon, Dimal Basha thotë se qeveria Kurti po investon në për projekte në cilën do komunë pa marrë parasysh kush qeverisë në to. Kështu në mas pari qit pjesë të videos. Me fjalë tjera, 60% e vlerës së këtij projekti është financuar nga qeveria Kurti. Investimet tona po bëhen në të gjitha komunat pa marrë parasysh se kush qeverisë aty. Do më thonë për pos që nuk shfasin pjesët që nuk kanë përfundu ende, që keni me i pa tash kur të shkojmë me vetura nej, edhe keni me pa deri ku ka përfundu këj projekt, Dimal Basha nuk e ka ftu as dikon prej komunës e Prishtinës, pra nuk e prezent aty. Kështu në tash në një vizit tjetër sot që e ka bo Dimal Basha në Shtime, në komunën e Shtimës, ka thonë qeveria Kurti investon 1 milion euro për infrastrukturën rrugore në Shtime. Sot së bashku me kryetarin e Shtimës Qemal Aliu përruam asfaltimin e rrugës Hysiqi, një investim në vlerë 350.000 euro me gjatësi 1.3 km. Kjo e sodit, do më thonë ke 1.56 km. Pra jemi të full për segmentet të rrugëve, jo rrugë të gjata, do më thonë ne deri në 2 km, që qeveria po i paraset sigur suksesen, ndoshta në prak të zgjedhjeve të 7 qershori që priten me umbajt të dielën, por ka pra një dallim substancial. Qemal Aliu, kryetarin e Shtimës, veç pse është ndoshta i lëvizjeve të vendose, Dimal Basha ka pas aty në përurim, pra janë bashkë, janë duke bisedu bashkë, janë duke përuru rrugën bashkë. Ndërsa këtu Përparim Rama nuk ka qenë në videon e Dimal Bashës, pra nuk e pam, as nuk e pam ndonjë zyrtar tjetër të komunës së Prishtinës. Bele nuk e ka përmend komunën e Prishtinës as në postim, do më thonë Dimal Basha nuk e ka përmend. Të shohim një postim tjetër që e ka qitë sot Ilir Kërceli, pra e ka qitë, deputet i lëvizjeve të vendose, ka qenë në mandatin e kaluar, edhe tash është kandidat për deputet. Çfarë sa ka thonë? Urime Prishtinë bashkë me ministrin Dimal Basha sot përuruam rrugën Sofali Kolovic, investim për 1.5 milion euro i qeverisë Kurti për Prishtinën dhe 1 milion euro nga komuna e Prishtinës. Shumë projekte të tjera për Prishtinën edhe ka vazhdu postimin, por çka do më thonë, Ilir Kërceli e ka qitë qëtë postim, ka thonë që 1 milion euro janë prej komunës së Prishtinës, edhe mas nej çuditërisht e ka fshi postimin. Arsyet ndoshta na i tregon vetë deputeti Kërceli ose kandidati për deputet, ndërsa në postimin e Dimal Bashës askund nuk mundemi me zgjedh që ceket që 1 milion euro janë prej komunës së Prishtinës. Normalisht e ka përmend vetëm që përmes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit ka financuar 1.5 milion euro apo 60% të investimit total. Por nuk përmendet që pjesa tjetër është pjesë e komunës së Prishtinës së investuar. Këtu nuk ka diçka, do më thonë është një farë inati edhe një farë mos koordinimi që një kohë të gjatë ka fillu prej komunës së Prishtinës me institucionet qendrore. Hajde të shohim sa ka përfundu kjo rrugë deri lart. Do më thonë që kjo pjesa e shtegut të bicikletave, qysh përsheni nuk ka ende sinjalistika, nuk është ende do më thonë pjesa që është nda me vi, sigur të ka pjesa tjetër, edhe që tu ka ende kocka do më thonë pa përfundu trotuari në pjesën e majt, është ende pa përfundu. Ma heret pat këtu edhe punëtor ende duke vazhdu punimet, po tashmë veç ka përfundu orari, sepse dolëm mas dite me pa se çka kam përuru, sot Ilir Kërceli edhe Dimal Basha. Qysh përsheni do më thonë shtegu i bicikleta vazhdon është ende pa sinjalistik, deri në një pjesë ku do ta sheni tash që përfundon kjo rrugë, pra Dimal Basha thot në postim që është segmenti i dytë,
por nuk tregon që domethënë rruga kaq e shkurt nuk është ende e përfunduar krejt. Pse duhesh me përuru një rrugë që nuk ka përfunduar, se ka përfunduar vetëm 1.5 kilometra ose sa e ka shkruar në postim. Qysh përsheni tash pjesa e shtegut të bicikletave është edhe pa nxyrës. Domethënë ka ende punë këtu për mu përfundu krejt. Kur të vim në përfundim të kësaj rruge, pra 1.5 kilometra, përfundon kjo rrugë edhe vazhdon, domethënë rruga është e parregulluar, e pa asfaltuar, edhe nuk dihet kur ka me përfundu komplet projekti. E pyetëm një punëtor që kema herët këtu, na tha që me sigurinë zgjedhjet e ardhshme, domethënë vinë e përurojnë këtë segmentin tjetër. Që kjo është pak a shumë, domethënë çka janë të bu edhe në shtime ke rruga tepër e shkurt, pra jemi të full për segmente rrugore 2-3 kilometra, që nuk janë ai far projekti madhor, po gjithsesi vlen me u cek domethënë neglizhimi i investimin nga ana e komunës, ku Dimalbasha u mundu me neglizhu në total investimin e komunës së Prishtinës, që ka qenë mjaft shumë, domethënë 1 milion euro nuk janë pak, edhe 1.5 milion pra kanë qenë prej Ministrisë e Infrastrukturës sipas postimeve të tyre. Na jemi mundu me marrë një përgjigje prej komunës së Prishtinës, me kuptu nëse kanë qenë të ftuar dikush prej komunës së Prishtinës në këtë rrugë. Domethënë nuk na janë përgjigj deri tash, por nëse marrim ndonjë përgjigje mundeni me ndjek tek Gazeta Nacionale.